nga dosja Epstein. Sipas tyre, Epstein ka nxjerrë në dript pikërisht edhe interesin e tij për gjenetikën. Nga emailët e këmbyera me një profesor të Harvard, kuptohet se ai pagoi për teste në një nga spitalet më të shquara të Amerikës për mjekësinë rigjeneruese me synim rritjen e jetëgjatësisë. Music is a great example. Nga abuzimi seksual, pedofilia, trafikimi qenieve njerëzore dhe të tjera detaje tronditëse. Publikimi një pjesë të dosjeve të Jeffrey Epstein ka shkaktuar një tërmet global dhe ka ngritur dyshime mbi lider dhe personazhet fuqishëm. Sipas emaileve të publikuara së fundmi, dënuari për krime seksuale pagoi për testime gjenetike në një përpjekje të dukshme për të shfrytzuar materialin e tij genetik për mjekësinë rigjeneruese, e cila synon riparimin e trupit, duke zhvilluar inde dhe organe të reja, ndërsa ato të vjetrat konsumohen. Disa vite pasi Epstein u dënua fillimisht për akuzat lidhura me prostitucion vitin 2008, ai pagoi për teste të reja një mjek në një nga spitalet më të shquara të Amerikës dhe eksploroi krimin e qelizave staminale që janë thelbësore për imunitetin dhe shërimin. Hulumtuesi Joseph Thakurian atkoh ishte mjek i lartë në spitalin e përgjithshëm të Massachusetts në Boston dhe i lidhur me një projekt studimesh gjenomike në shkallë të gjerë në shkollën mjekësore të Harvardit. Midis dokumentave në dosjet e Epstein publikuara nga Departamenti i Drejtësisë është një propozim që Thakuria dërgon Epstein në shkurt 2014, duke i bërë thirrje atij të financonte një projekt privat që do të rendiste gjenomet e pacientëve të tij për të mësuar rreth faktorëve genetik për sëmundjet e tyre. Në propozim ai gjithashtu ngre mundësi për hetime genetike posaçërisht për Epstein. Takuria dërgon Epstein një faturë të gjerë për një sër projektesh që përfshinin një investim fillestar prej $2,000 për sekuencimin e një pjese të gjenomit të Epstein. Fatura përfshinte një kosto të vlerësuar për studimet personalizuara të jetëgjatësisë që propozonin përdorimin e redaktimit të gjeneve. Stafi Epstein dërgoi një çek prej $2,000 po atë ditë. Epstein ishte gjithashtu i regjistruar në projektin e gjenomit personal të Harvard, një bazë të dhënash masive globale publike informacionit genetik nga vullnetarët, për shkencëtarët dhe studiuesit për të mësuar më shumë rreth tipareve dhe gjeneve.